Po thuaj se Allah për atë, si jem të diskutua, kime punua, kime angazhu, kjo është punë e kryme, ti dush me kon i zelshëm, dush me kon punëtor, dush me kon aktivist, dush me kon i vyshëm, dush me kon. Veç po të kallëzoj që kur të krysh një punë, çka kime mas asoj pune, se për që si jem punë, zban, nuk po mështë të me kon bati javgjia, për. Ejub Sakhtianit rahimullah, një njeri ka mundësi me bëhet debatun me ty, debat, ka ndale dilin, tani debat, ama dili jetës, në falë, s'ka më vakët Allah. Se debati me qatë njëri, qka përfiton Ejub Sakhtiani? Vetë smuj përfiton, në smuj të është me janë gjitë, hinë debat me ta. Kërshë qëfar nivelli, e kërshë qëfar diskutime, pa qëfar tema. Njëri ullët, njëri rëndam, pa plan, pa kurgjë. E menën që i këtë dujët është ka vakt, me bëhet debat, jo, jesë kam punë tjera, andaj bë projekt një tonë, angazhoj vetën tonë, mos të kohë të lirë. Nxini vetëm diçka. Vallai në kohë të lirë shejtani bën vezvese. Të në kohë të kam vezvese, kam sa vezvese sprovë smunja, Allah na ruaj. Allah i shërot ata që janë këto probleme. Po zakonisht ju themi ato që ne kam studietarët. Zakonisht, ai që ka vezvese, çka i thosh? Mos më na për vezvese, çu po na lodh dikon është që shkojnë vezvese dom. Dhe shikoni çfarë punë bën muslimanët, domethënë. Shikoj çfarë punë bën. Allah ta thëjë dha farakte, kur e kryin punën, do të peni punë kur e kryin në aktivitet nashëm, fansab. Fjala fansab vjen për nasab, i bën punë ron. Punë ron. Do të peni punë tron, kalon punë tron tjetër. Do të kalon punë serioze, punë që kanë peshë, punë që kanë produktivitet. 2 javë dhe të punë jam çaj të bëj. 2 javë dhe është të realizu surën Felek edhe Nas se ihlasën e konkurri shtunë në kalumë atë. Në punë, 3 sure, apo 3 sure së një kry për 2 javë atë. Ju do këtë që di ju atë, ju do këtë që di. Po mirë mere hatën e mramët kure ke bo atë mramët, këtë të zbërthejsh në ku, i bjen ka i kuri vallanditje me kënu atë. Ka një kuri vallanditje me kënu, hatë me ishbo dhe i qëta është i korani atë. Andaj, edhe kësaj si thotë, punë asnjëve. Punë ndryshe lexohet Kurani, ndryshe lexohet hadith, ndryshe bëhet ibadeti, ndryshe punë tjera. Mos u kënaq me punë tolta, kënaq me nalt, edhe ka Zoti gjithë ti je orientuar atë. Në mësh me punu shumë dunja, ama gjithë me Allah me kuni lidh në ibadet, përmendje grahje atë. Po kimë pa që smunësh gjithë atë se ka erë orientimin ta prish dunja orientimin atë. E Allahu po thot, po nëse të munësh, po orientimin ruaj atë. Kibla ruaj. Gjithmonë, apo këtheu ka kibla, gjithë. Wa ila rabbike fargab, gjithmonë synoje që ka t'jep Allahu te barekutaala. Gjithmonë, punë sa dush, angazhohu, ladu, mësa krejt. Por kur mos e ul pazarin e sevapit, kur. Apo kuptoni? Domthon gjithmonë le të jetë fryti i punës tonë shpërblimi i Allahut azza wajel. Në këtë çka ka shpërblim, çka ka sevap, mas mirit mund shumë me fitu, që atje bënu zellshëm. S'prish punë, ku do koft? Që kjo është ajo që ta lecon jetën. Kur i zellshëm, i angazhum, lodhesh në punë, duhura, apo gjithë me synon më të lartën, edhe në Allah mbështetesh. Kime pa sa jeta e lehtë bëhet, sa shpejt koha shkon, apo sa të vyn kohë e kështu me radhë, për shumë punë tjera. Organizoj kohën, menaxhoj kohën, ruaj kohën, nga se koha është jeta jote. Ruajeni nga hajnat e kohës, nga rrëmbyesit e kohës, nga shkatruesit e jetës. Në shumë rrjete sociale ku humbim kohë të vazhdueshme në gjëra pa lidhje, të kota, duke ushqyer kurreshtjen që kur s'ngopët me punë të hallkut, ku shkuan, çka bën e çka tha. Le njerëz, nga se kur thin varr, s'kryjm punë vallahi as Facebooku, as filoni s'kryjm punë, çka ke bo wa ila rabbika fargab. Me që të punë që e kun ka Allahu i këthijëm, ka kibla, i orientuar në kërkim të shplimit të Allahu xhallahu ala, që kjo të kryjmë punë. Që kjo është që duhet. Nga se s'ki ko me humb ti e me ndo kohën, kitë kohë e ka për dunja e kitë kohë për heret. Krejtë kohë është për heret, edhe dunja është për heret, nga se s'ka kohë edhe me pakon dhe të firë se e kemi, e limu me katë që e kemi. Ande besimtari, nga punë në punë, nga angazhimin në angazhim, nga lodhja në lodhje, e pushimin ku e ka, pushimin e ka, në gjennet, si kur që e kanë pyet Imam Ahmed rahimullah, kur ki muna në borë? Ka thonë kur e qesë koma në gjennet, që atërë thëmë pështumë pasha Zoti, e ati e flajme rrimë sa dojmë inshallah bëndit.